siç është edhe ritmi dhe dinamika e përditshme. Dhe ajo nuk ngjelet në memorje. Po, është një lloj fjalësh më tepër, domethënë dhe jo gjithkush e preferon ta dëgjoj, pra kanë audiencën e tyre. Por sigurisht që këto i selekton koha. Unë mendoj që këto skarcohen me kohën. Alma, po prodhon sot, po prodhohen muzikant edhe këngëtar edhe artistë të rinj. Po sigurisht që prodhohen, sepse për festivalin si mendon? Është i njëjtë me festivalin që ka pas qenë bërë dhe që ne me zi prisnin ditët e dhjetorit të shihnin. Unë shikoj që ka një tendencë shumë të mirë dhe vjen, domethënë në çdo vit ka artistë që evidentohen. Sigurisht ende ka një selektim, besoj, ende ka një lloj filtri kur hyn në për këto aktivitete. Unë shoh jo vetëm festivali, por shikoj edhe disa formate të tjera që e ndihmojnë festivalin, sepse është kulminacioni i një artistike, një vendi sepse çon përfaqësues dhe në Eurovision. Them që shumë formate televizive tani, pa dashur të prek, por për shembull Kënga Magjike, e mjaft formate të tjera televizive ka një tendencë që të kenë, sidomos artistët e rinj si vjet, Kënga Magjike kanë qenë të jashtëzakonshëm. Domethënë The Voice, mungojnë shumë The Voice-et, unë dua t'i bëj një thirrje topit edhe për The Voice Kids edhe The Voice për të rritur, sepse ka qenë një fabrikim radio nga madhja Alma Strazili. Jo, po duhet, sepse janë hapësirat e vetme që ne kemi për ta përçuar, jo vetëm punën tonë, po ka shumë talente. Edhe ato duhet të dinë ku mbeten dhe çfarë të bëjnë jetë, sepse këto filtra që kalojnë dhe këto i rrisin profesionalisht dhe ai kanalizohet diku. Pra, një student dhe një fëmijë duhet jetë i qartë në procesin e tij se ku duhet zëri. Alma, duhet të cek pak, jo se jemi në Top Albania Radio, por Top Albania Radio ne drejtojnë Ledion Liço dhe Edea Demalia. Që unë i përshëndes. Gentian Demalia. Po, unë kam pas studente. Ka bërë disa leksione me mua dikur, po, ka bërë disa leksione. Dhe që është edhe këngëtare, këndon. Kemi bërë, nuk e di nëse më mban mend, por me siguri që po. Dhe këtë thirrje që bërë, drejtoja Ledionit edhe do doja shumë, unë kam dashur një hapësirë për ta them, sepse janë, të thash, formate që jo vetëm evidentojnë, por i rrisin e merr ato produkte dhe ti ke mundësi ta zhvillosh dhe ti krijosh hapësira, se është ndryshe ta kultivosh një fëmijë që në vogëliqën e embrion dhe është ndryshe pastaj kur ai del sporadike dhe po ashtu shkon. Sigurisht ka talente, por embrioni është shumë i rëndësishëm dhe drejtimi që në embrion dhe rritja që në embrion është shumë e rëndësishme. Pra gjetë hapësirën për t'i bërë thirrje. Është shumë e rëndësishme, sepse kemi shumë pak aktivitete. Ne kemi disa aktivitete. Bëhet muzikë e mirë tani apo neve mbuluar nga nostalgjia që kemi për të kaluarën, mendojmë se ka qenë dikur më mirë. Po me kohën që është, me ritmin e kohës, ka muzikë komerciale, ka muzikë edhe të qëndrueshme. Sepse jo domosdoshmërisht një muzikë komerciale nuk është e mirë, a? Sigurisht. Unë them që njësia macë është koha. Unë insistoj shumë te kjo, por jemi në një shoqëri konsumi, kështu që edhe muzika dhe arti tani nuk është më si një fast food, po si një pije që pihet, tolerohet edhe domethënë është rradha e tjetrit. Edhe formate televizive, edhe Big Brotheri i famshëm nxjerr element mjaft të mirë, po vitin tjetër kurorën do ta mbaj dikush tjetër. Tani Alma Teuta, një pyetje interesante me qenë se Alma preku Big Brotherin. Nëse Big Brotheri do bëheshe për një moshë të 40 e lartë dhe nuk do kishte shumë të rinj, a do pranonit të ishit pjesë e Big Brotherit? Përgjigje për një minutë Teuta dhe Alma. Pse Teuta? Sepse nuk je ai format? Nuk jam ai. E para nuk duroj dot të jem mbyllur. Nuk është e pamundur. Nuk do pranoj ftesën, a? Edhe prandaj nuk do pranoj. Jo, nuk është e pamundur. Po ti Alma? E shikoj si një eksperiencë jo shumë për posturën time, për shkak se unë nuk jam shumë natyrë që dua të ndaj gjithçka time në. A do bëje konkurse muzike brenda po tishe? Do të bëja konkurse me shumë knajtësi dhe do t'i bëja të gjithë këngëtar profesionistë, kjo është tjetër gjë. Jo, duhet të futen persona të tillë, vërtet që ta rrisin çike dhe cilësinë e gjës. Po i bëjmë thirrje
unë nuk jam shumë, shiko, ato janë element, tani po flasim sepse jemi në shtëpinë e tyre, janë element të marrë, nuk janë domosdoshmërisht që duhet jenë emrat që kanë bërë diçka në jetë. Ato janë njerëz që vendosin me art edhe me kulturë, do ishte më bukur nga jeta e tyre dhe kur ai shkon 200.000 ndjekës, 300.000 ndjekës, ai është personazh sepse dikush e klikon, është algoritëm puna. Dikush e klikon dhe ka dëshirë të shohë jetën e tij. Domethënë kanë audiencën e tyre dhe janë simpatik për ato njerëz që duan t'i shohin. Faleminderit për përgjigjen e shpejtë, të saktë dhe të koncize dhe për Big Brother, sepse nuk e kemi prekur, po kisha kërshëri për të kuptuar ky brez. Më shbër ftesa. Njëshi, dyshi, treshi dhe e kam refuzuar. Më shbër ftesa. Si dihet. Maj dire maj, kur si dihet. Diçka për Teuton? Teuta ke nisur biznesin që në vitin 1993 dhe thua që është ajo që unë di të bëj më mirë nga gjitha dhe kjo është vlerë e shtuar për ty. Gjithashtu e ke nisur vetëm me 2 punëtor bashkë me bashkëshortin tënd dhe të punosh me bashkëshortin është vërtet edhe kjo, si të thuash, një merit, pasi nuk është e lehtë. Nuk e mendojmë ne tani, mendojmë ne, nuk e dim për ty. Gjithashtu e dashur Teuta, ke marrë pjesë në filmin Mimoza Lastica dhe kjo gjë të ka dhënë një tjetër status kur ishe fëmijë. Dhe fundit fare. Po ja prapë se ishte brenda kësaj teme. Dhe fundit fare ishte brenda kësaj temës se ti ke një këngë të tënden të jetës, e cila është edhe kënga jonë, besoj, edhe Gjojt edhe imja. Po e imja është një është e sigurt. Hotel California. Nuk e di nëse e Almës është, por domethënë një nga këngët e bukura. Një ndër këngët domethënë që të ngrepesh, a është ende kjo këngë e preferuar e jote? Këngët mbeten. Edhe pse atë që po thoshim, dalim te Alma që tha, një tregues është koha. Pra, flasim fiks për treguesin. Në çdo moment sa herë dëgjoj atë këngë, un kthehem, jam shumë tip nostalgjike. Kthehem pikërisht në momentin kur e kam dëgjuar për herë të parë, që kam qenë kushte të tjera, por gjithmonë me të njëjtin burr. E kupton me këtë që kam sot. Mos është periudha që e njohur me bashkëshortin? Pikërisht në atë periudhë kur kemi shijuar momentet tona, ka qenë kënga e parë që ne kemi dëgjuar dhe pastaj nuk rreshtëm më së dëgjuar. E keni vallëzuar juve këtë këngë? E kemi vallëzuar aq sa kemi mundur, sepse vallëzimi bëhet dysh. Unë kërcej më bukur, ai përpiqet të kërcej, por s'ka problem. Do me thënë, është mbajtës i mirë, është mbajtës i mirë. Ti preke filmin, më çove shumë larg në vitin 1973, kur unë isha një fëmijë, dhe një nga kujtimet më të bukura të jetës sime, në atë kohë që edhe aparati ishte i rrallë, jo më dhe ke foto, shumë foto. O Teuta, për grasi ti duhet një libër tërë, enciklopedi. Nuk mjafton një podcast edhe një emision si thotë Eda. Ndërsa ti prekem nga pak, ndërsa zgjedhja biznesi që kam kaq vite që ishte për momentin zgjedhje që koha na detyroi të merreshim gjithë, se me diçka do merreshin atë kohë. Pra nuk ishte pikërisht ajo që ëndra ime, por meqense në të edhe ngele, kam 35 vjet dhe qëri, a është qef të punosh me bashkëshortin gjithmonë? Me thënë drejtën jo. Nuk është gjithmonë qef. Pra se po mos shikoj strëmbër që parë. Jo, nuk është qef gjithmonë, sepse njeriu do dhe hapësirën e vet, unë e kuptoj që unë jam pak tip që e shpreh më tepër, mbase ai nuk e shpreh më tepër, mbase e thot me veten e vet, por njeriu do të hapësirën, por përsëri përpiqemi që secili të bëj atë gjë që mundet të bëj më mirë, atë pjesë që i takon, pa interferuar shumë, sepse dhe e quan veten një grua të realizuar në përmbledhje të gjithë këtyre. Shiko, është shumë vështirë ti përgjigjesh kësaj pyetje. Pra kur njerëzit tonë të realizuar, unë nuk mund të them që e realizuar sepse do me thënë, kisha projektuar dhe ca gjëra tjera për veten time. Të cilat do t'i bësh, Të cilat kanë filluar, për shumë kanë filluar t'i bëj. Unë tregova që parë që unë kam filluar prej 2 vjetësh të mësoj një pianon. Po.